Edhe po I thot Ebu Bekri, ai që e ka adhuru Muhammedi ka vdek. Ai që e ka adhuru Allahun, e adhuron Allahun, Allahu nuk vdes kur ai është I gjallë. Edhe lexon ajetin koranor. Sahabët të cilët pjesa dërmuese e tyre nuk e presin vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, në pjesë e tyre edhe nuk e kapnin vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, çaq shumë që ishin lidh me to, çaq shumë që ishin me shërum me dërgumin e Allahut, disa prej tyre nuk e paramendonin jetën pa to e Medinën pa Muhammedin alayhi salatu wassalam. Në mesin e tyre edhe Omeri radiallahu anhu, I cili hypin hutbe në xhami edhe thoshte vallahi me dëgju zonin dikuj që thot se ka vdek Muhammedi, ka me jakput guhën, sepse Muhammedi nuk ka vdek, po ka shku te Allahu sikur se ka shku Musa alayhi salam me marrë devratin edhe ka më kthy prap. Pastaj I shkojnë disa njerëz edhe I thojnë Ebu Bekrit, Omeri kështu po thot, a ka kush që e qetëson këtë njeri? Vjen Ebu Bekri radiallahu anhu, I cili nuk ishte në këto momente në xhami, as nuk ishte afër xhamis, edhe I sheh njerëzit që janë mbledh te dhoma e Aishës radiallahu anha, disa po qanin, disa pothuajse kishin humb nga vedia, e sikurse Omeri fliste sene që nuk ishin për mu fol, krejt gjitha këto nga mërzia. Ebu Bekri thot ma lirani rrugën, edhe thot arrita me depërtu deri sa mrinat e pejgamberi alayhi salatu wassalam, I cili e kishte fytyrën e mbulume. Ja zbulon fytyrën e Ebu Bekri edhe e puth në ball, edhe I thot bi abi anta wa ummi tibta hayyan wa mayyitan, flejofsha non edhe bab edhe gjithçka për ty, I dërguar I Allahut, sa I hershëm ke qenë I gjallë, po I hershëm pas ke mbet dhe I vdekur. Edhe del xhami sepse ka nevojë dikush me udhëzu njerëzit, sepse goditja është e rëndë, mërzia është e madhe, humbja është e madhe, vdiq pejgamberi alayhi salatu wassalam, dikush duhet me I drejtu njerëzit edhe me I orientu njerëzit. Po fillimisht Ebu Bekri I thot për me tregu njerëzve me bind se ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam, pasi që e poth, thot Allahu nuk ka më të lënë 2 herë me vdek. Kështu I thot, Allahu nuk ka më të lënë 2 herë me përjetu vdekjen. Disa dietarë thënë, është për qëllim që ke vdek, nuk të kthen më Allahu edhe një herë që me ardhë në jetë e pastaj me vdek edhe një herë, që është vdekja e vetme që ke me përjetu, edhe si lajmërim edhe ndërgjegjësimi atyre të cilët thonin se nuk ka vdek pejgamberi alayhi salatu wassalam. Pastaj dul në xhami dhe po don me qetësua Omerin, s'ka kush që e qetëson Omerin. Tash Omeri llogariti nëse Omeri ka pas këtë goditje, nëse Omeri kështu e ka përjetu vdekjen e pejgamberit alayhi salatu wassalam, çka kanë përjetu të tjerët, ndërsa fillon